Në lagjen Rilindja në Vlorë nisi me boj investimi për habilitimin e të gjithë bllokut, i cili prej vitesh lëngonte nga infrastruktura problematike, por duket se investimi rezultoi një fluks sapuni edhe për faktin se aktualisht nuk po punohet. Gjatë vëzhgimit realizuar nga televizioni 6+1 Vlora, gjatë kësaj të mërkure, si kundër po ndiqni pamjet në ekran, nuk kishte asnjë punëtor që të punonte në këtë projekt të jetë rëndësishëm, ndërsa automjetet e rënda që po shërbejnë për zhvillimin e projektit ishin stacionuar duke pushuar. Banorët e pritën me mjaft entuziazëm lajmin për habilitimin e infrastrukturës të jetë të dëmtuar të lagjes Rilindja, e cila prej vitesh nuk ishte parë dorë në investimeve, por për momentin aty nuk po punohet. Nuk dihet se përse janë ndërprer punimet, ndërsa investimi parashikonte rihabilitimin total të bllokut të banimit, asfaltimin e rrugëve, ndriçimin, por edhe mjediset e gjelbëruara. Banorët e pritën mjaft mirë lajmin për të bërë të mundur nisjen e këtij investimi të jetë të rëndësishëm, i cili do të mundësonte rihabilitimin total të një prej bllokeve të banimit që vuante nga mungesa e infrastrukturës. Banorët prej vitesh janë gdhirë dhe ngrysur me gropat gjigante, duke dëmtuar edhe automjetet, ndërsa shpesh rruga është bërë e pakalueshme edhe për këmbësorët. Por lajmi i mirë duket se ka mbetur në tentativë, pasi për momentin punimet nuk po zhvillohen. E ndërsa projekti është miratuar dhe ato nisën në muajin janar, nuk dihet se përse janë ndërprer. Lajmi është se punimet tashmë kanë nisur, por pse nuk po vazhdojnë lind pyetja, të cilat janë problematikat. Banorët kërkojnë nisjen së shpejtë të punimeve dhe zbatimin e projektit, duke garantuar kështu edhe afatet kohore. Mbetet për të parë në ditët në vazhdim nëse do të ketë një reagim, por nga vëzhgimi realizuar nga televizioni 6+1 Vlora gjatë kësaj të mërkure, duket se punimet nuk po ecin dhe afatet ndoshta nuk do të respektohen nëse vijohet me këto ritme të ngadalësisë së tyre e për më tepër të mos punimeve.